Ishte, duhet jetë procedurë e vështira ajo, kupton? E ke dëgjuar besoj? Se di, për çfarë bëhet fjalë. Po, më thanë që qenë ka një këshu më burë, shitur bankersi. Kjo kompania kineze, më thanë që ka shitur, më thanë që ka shitur kula. Është kotuar në bursë, që? Po, më nuk ka rëndësi. Po se di që shitet duhet në, sepse ki parasysh. Po, aksionerët nuk ka rëndësi, kushin aksionerët? Ato janë detyruar, sepse këto lloj shitjesh nuk bën kur pa pas një pasqyrim si që është tek duhen studet ndërkombëtare. Është shumë proces i komplikuar. Por unë kështu dëgjova që ka marrë fund, vetëm se nuk po bëhet publike. Se ti? Dhe më thanë që ka shumë ngatëruar muhabeti. Po prandaj po them që është. Jo, që ka shumë ngatëruar në kuptimin që ka shumë mistere brenda. Po prandaj po them që s'është kaq e thjeshtë. Jo, s'po më kupton prap. Kur them ka mistere brenda, jo që është vështirë të shitet bankersi. Se çdo gjë shitet dhe blihet, le të jetë në bursë. Ka misteret e mënyra si i shitur dhe kush ka futur duart. Prandaj thash që quhet e komplikuar. Po ma thoshte një diplomat i huaj, po ai ma thotë sigur që është ka mbaruar, tha. Se di, s'kam informacion. Po nuk është bërë publike, shumë interesante në fakt. S'kam informacion. Dhe më thate një tjetër që çudita. Që kur do bëhet publike, tha, njëkohësisht do dalë edhe një aferë shumë e madhe. Vendi vakive jemi çani, bën vaki, diçka bën vaki. Por ke kojs ma thua ata kur atë të Kadiut. Kur të përdonon Kadiu dhe Zoti s'po dërman. Çfarë perle është. Çfarë perle është. Janë shprehje popullore që. 95 ora. Sot kishte një ndeshje interesante shumë. Kush luan? Kush luan te një shofar futboll. Ishte një Norvegjë. Senegali me Irakun. Jo tani, jo more dhe jo në 9 është një ndeshje tjetër, më çfarë Senegali Iraku po? Ajo është Senegali me Irak. Po çfarë ishte një ndeshje tjetër Norvegjia më duket. France-Norvegji. Është France-Norvegji. Në çfarë ore është ajo? Në orën 92. Po e pra? Po kjo është më rëndësishme. Atë e humb. Kush është e rëndësishme më? Senegali me Irakun. Hajde, të lloj emisioni se ati vonë, se i madhje. Po një pjesa e para e emisioni Zonë e Lirë. Episodi 1101 kulla. Sonte, jam me Ilir Kullën, si çdo të premte, tashmë tradit, ekspert sigurie, por jo vetëm. Me Ilir Kullën sonte zonja e zotrin, ne do i përgjigjemi 3 pyetjeve. Kulla do i përgjigjet 3 pyetjeve që unë kam përgatitur për sonte. Plaset pyetja pa në ekran ledhjo. Ilir Kulla në fakt i ke disa ditë që po shkruan për Goxhën. Jo, një ditë kam shkruar, s'kam shkruar. Një ditë. Ke dalë në portale. Jo, më kanë nxjerr portalet, unë s'kam fol me asë vend. Unë s'flas. Kanë nxjerr portalet, unë vetëm një ditë kam thënë dhe kam thënë një koment i detyruar sepse unë njoh dritanin. Po jo, më ishe edhe te Euronewsi. Po jo, more. Unë të pashë më doli. Ore s'kam qenë. Ja dhe vjetra këto. S'kam qenë unë te Euronewsi, kam fol për dritan Goxhën kur është arrestuar para 3 vjetësh. Ndoshta janë këto të vjetrat. Po. Dakor. Nuk dalën askund. Nëse çon si kato, thënë ke bërë një shkrim që është. Po bëra një shkrim ditën që dhe ka qenë hëna dhe dëshirove që ta trajtojmë dhe bashkë. Jo, është një nga temat se ashtu është. Jo, po është interesante sepse gjithsesi përdesa ky u vendos në një farë mënyrë përballë Ramsit 4, ose ai Ramsi vetë e vendosi përballë, kur ai dori lexoi ato 5 kërkesat e grupit protestës. Filluan në fakt pati një kështu bateri lajmesh që dolën në atë kohë, jo ka qenë më UÇK-n, jo s'ka qenë më UÇK-n. U morën dëshmi nga Kosova, që ishin kontraditore me njëra tjetrën, donën dokumente që ky ka qenë, pastaj doni një tjetër tha ja, dokumenti që ky s'ka qenë. Cila është e vërteta kulla? Dhe
kjo është pyetja e parë që do më kalosh sa më shkurt, sepse mua më intereson të kuptoj Goxha si një personazh tashmë publik. Pyetja për UÇK-n. Po pastaj pas kësaj, po ta them tani që mos harroj, do më kujtosh ti, Goxha si personazh publik tashmë, i mirë apo i keq, i dashur për njerëz apo jo i dashur, kjo është histori tjetër që nuk e vendosim ne. Ne do mundojmë të jemi sa më të ftohtë, edhe pse ti e njeh personalisht prej vitesh. U do të kuptoj pse papritur u tërhoq publikisht 2 ditë më parë, edhe dia për diem duket, që tha jo, unë nuk kam lidhje me protestën, thjesht lexova ato pikat, por unë s'kam lidhje. Sepse ai s'është antar i atij komitetit drejtues që kanë ata. Pra, duhet besuar Goxha kur thotë që unë thjesht i lexova dhe nuk kam asnjë rol. Ja, unë mendoj që ata kanë zgjedhur Dritanin për të lexuar ato kërkesat, sepse Dritani është një tip unik në llojin e vet, që E me ato flokët që i mbledh nga mbrapa kështu, dhe ajo e bën unik. është asket, është lap. Asket, duhet ta sqarojmë të fjalën asket, se asket unë di që kanë jetuar diku në për shpella njerëz. Ashtu, tanin po ta lesh vetëm shkon jeton vetëm shpellë mal. Po pse jeton në Tiranë atëherë? Ka lind Tiranë, ka lind dhe Shërit. Po pse sikën në shpellë do? Po nuk ka kriju familje, po ta lesh ta çosh mal, ikën rri vetëm. Është, e ka pasion. E ka pasion, ecjen male, e ka pasion. Madje unë malet i kam me problem, nuk është tu, po ai është nga ata që ikën, po ta lesh një javë, ikën mal vetëm, nuk është lloj i njeriu. Me sa duket origjina që kanë ata nga Golëmi i Gjirokastës. Nga Golëmi janë? Po. Nuk janë nga Gjirokasta qytet? Jo, nga Golëmi. Nga fshati Golëm? Po, janë lebër, mo. Ah, dakord. Edhe origjina që ka, domethënë është tipikun e labit që... Po, sepse Golëmi po është, hynte labëria, po. Po, pjesa e labërisë. lebrit janë njerëz male. E duan marrin, po. Në llojin e vet. Edhe shiko, tani është një oficer i forcave të armatosura, ish oficer i forcave të armatosura shqiptare, oficer aviacioni, me grupin e një grupi njerëzish në ato vite që ka studiuar për aviacion. Aviacioni nuk është një gjë e lehtë, duhet ta kesh edhe pasion edhe duhet ta dish ta bësh. Kulla herën e kaluar më tha dikush këtu në studio, më duket Sebastiani që është i vetmi në Shqipëri që jep F-15, është e vërtet? S'di them këto, nuk i di të detaj. Ti duhet i dije se ti je specialist dhe ushtarak gjithë. Unë nuk nisem, shiko, se si mund të ketë qenë Dritani, unë një herë rastisht fare e kam përmendur, ktheheshim nga Tropoja, kishte ndodhur një incident, ishte plagos një gazetar francez, nëse të kujtohet ty atëherë, dhe ushtria shqiptare çon 2 pilot. Njëri ka vdekur, është madje në atë listën që kanë publikuar këta me kancer vjet i shkreti. Edhe Dritani, unë se dija që është Dritani ky, domethënë, po Ramush Tahiri që edhe ky ka vdekur, ka qenë zëvendës kryeminist. Jo, Ramush Tahiri ka qenë gazetar, ka qenë zëvendës kryeministër i qeverisë Bukoshi, qeveri Mugim, dhe rrinte në Tiranë. Edhe morëm helikopterin, morëm dhe të plagosin ato gazetarin francez që shpëtoi dhe erdhëm dhe ulëm në spital ushtarak. Atëherë kam pa Dritanin që ashtu dhe pastaj kur kam nejt me Dritanin. A që në atë kohë e ke njohur? Rastisht. Unë për vitet 99. Unë Dritanin kam njohur në 99, pastaj një rrethan tjetër që e shpjegoj tek ish-krimi. Sabit Geci është një nga ish luftëtarët e parë të UÇK-s, ka qenë mik dhe shok edhe person shumë i afërt i Adem Jasharit. Plagoset luftë, edhe sot është një personazh kontroversë Kosovë, i sulmuar, ka bërë burg etj, po asnjë nuk e vën dyshim rolin e Sabitit në UÇK-n, është nga familja Geci e Drenicës. Familja Geci ka qenë ndarë 2 grupe, njëra anë me LDK-n dhe tjetër këthe atan, dhe në momentin që Sabiti u plagosë rrinte në për Tiranë etj, pra ishte njëri i rëndësishëm UÇK-s, shkonte në kufi, fute, dilte etj. Lidhja me Tangoxhën? Tani e shoqëronte, ka qenë njeriu i afërt, se Tani ka pas një rol të tillë ndërlidhës me këto bazat stërvitore etj. Tani, për sa i përket pjesëmarrjes apo mos pjesëmarrjes dhe rolit që ka pas Dritani në UÇK, që është një ushtar i thjeshtë UÇK-s, dëshmia më e mirë është vërtetimi i Azem Sylës, i cili ka qenë komandant i përgjithshëm i UÇK-s dhe ka qenë ministër i mbrojtjes në qeverinë e përkohshme të Kosovës. Sigurisht një gjë është e qartë që babai i Dritanit ka qenë zëvendës shefi shtabit të përgjithshëm, pra të shtabit operativ të UÇK-s dhe është vendosur në Kosovë. Dilaveri. Po, ka qenë zëvendës i 2 shefave shtabit që kanë qenë. Në fillim i Bislim Xhurapit dhe pastaj i Agim Çekut. Ç'ishte kjo qasje e kësaj familje Goxha nga Golëmi kulla me UÇK-n? Ata janë nga jugu i Shqipërisë. Çfarë i bëri? Çfarë i lidhi? Përveç patriotizmit dhe dashuria për atë vend. Sepse në atë kohë, dhe prandaj unë
nuk kanë folur gjithë të kohë që këta kanë folur për UÇK-n, sepse e para kush ka folur në publik është profan. Mos flas për ca pastaj që kanë qenë kështu me dashurit hapur për Serbinë dikur këtu, domethënë. Po secili ka ato problemet dhe opinionet e veta. E para është profan, dhe profani zakonisht flet për gjëra që nuk i njeh. Pra këtu tek ne ka ndodhur që këto ditë kanë folur njerëz që as nuk i njohin dhe as nuk i kuptojnë disa gjëra. E dyta, mënyra se si ka qenë... Ky është reagimi i Ramës apo jo? Problemi ti. E dyta, mënyra se si ka qenë organizuar ushtria shërbimtare në atë kohë, ka pas një bashkëpunim të ngushtë me autoritetet e shtetit shqiptar, të cilat në Shqipëri i lejuan UÇK-s baza stërvitore, unizim, spitalin ushtarak, etj. Akuza nga cilat, se këta e kanë mendjen nga sot deri sot, nuk kanë kujtesë më të lartë. Akuzat nga cilat ka lindur me atë të famshmen akuzë të famshme të shtëpisë Verdh të senatorit Dik Marti, me cilin nuk krijuat gjykata speciale, se këta harrojnë për ta thash për shtysh lart mbi kokë. Dhe për mua roli apo A ka luftuar Dritan Goxha me UÇK-n apo jo? Dritan Goxha e ka qenë antar i UÇK-s. Roli i tij në ushtri çka ka qenë? Ushtar, më çka ka qenë? Ka luftuar? Ushtar. A ka marrë pjesë në luftë? Iati ka qenë zëvendës shefi i shtabit dhe ka qenë Kosovë. Iati po më djarri është tjetër gjë. Ky ka punuar si ka lënë ushtrinë shqiptare. Po. Arsye për cilën pastaj ishte në Ministrinë e Mbrojtjes, ishte në çfarë ishte ky oficer? Ishte pilot në Ministrinë e Mbrojtjes. Oficer. Ishte oficer në Ministrinë e Mbrojtjes me rrogë me të gjitha. Po, me rrogë me të gjitha. Dhe kur nisi lufta bashkë me 4 pilotë tjerë, ky bashkë me 3 pilotë tjerë, shkuan dhe u morën, montarsuan. Ikën me leje të Ministrisë të Mbrojtjes apo? Jo, sepse formalisht edhe kur kishte konsensus till, edhe kur nuk duhet thënë publikisht. Nuk është thënë kur publikisht. Prandaj them unë që këta i japin gojës më shumë se ç'duhet. Kush këta? Këta gjithë që po flasin, profanët, sepse nuk njohin shtetin dhe nuk dinë shumë gjëra. Dhe gjëja më e dëmshme në këtë histori është që duke filluar duke nxjerrur letra të cilat edhe nuk i kuptojnë, ta mund të dëmtojnë sa njerëz në Kosovë, mund të dëmtojnë ata që janë Hag, mund të dëmtojnë edhe disa tjerë që janë në Shqipëri. Këtyre nuk është i ruhet shumë okullate, se ti po flet tani me seriozitet pa parë. Këta që nxjerrin këto gjëra. Unë për gjëra serioze do flas. Mirë, më mirë, jo, ta kam llafin dakord. Unë jam karagjos. Ti je në rregull më. Po, këta që nxjerrin këto gjëra që thua ti, që mund të bëjnë dëm, nuk i plas fare. Okej. E dyta tash, çfarë dëmi mund të bëjnë? E dyta, këtu nuk diskutohet për rolin apo mos rolin që ka pas Dritani në ato vite, se ka qenë çun i ri, as për periudhën ato 3 muajt, 4 muajt e luftës, dhe as për ato periudhën e demilitarizimit të UÇK-s atë 90 ditëshit pas luftës. Kaq ka qenë koha e ekzistencës së UÇK-s. Pas saj nuk ekziston më UÇK-ja, janë kriju partitë. Qartë. Dhe kush flet në emër të UÇK-s pas saj, ja kaput kot. Tani, çështja është që Dritani ka paraqit këtë dokument dhe ka thënë, kam dhe ky dokument është certifikuar nga Shërbimi Informativ i Shtetit. Pra ka qenë një shigjet që Dritani ka hedhur, duke thënë një gjë për të kujtuar për kohën që ka qenë Serbia në atë kohë, që akuzonte Shqipërinë, shtetin shqiptar dhe UÇK-n si mashë e shtetit shqiptar të përfshirë në luftën e Kosovës. Pra akuzat e Serbisë cilat kanë qenë atë kohë, që Shqipëria ka dërguar mercenar, që Shqipëria ka dërguar armë dhe që Shqipëria ka dërguar njerëz. Po kjo gjë në fakti nuk ishte sekret publik. Okej, tani tjetër gjë është sekret publik, tjetër gjë është që për shkak të disa sekreteve publike që shoqërohen me dokumentat, ke ca njerëz që janë Hag sot e mund shkojnë edhe ca të tjerë. Dhe këshilla ime, si njëri që i njoh ato rrethana. Po ma jemi në fund këshillën, se do flasim edhe pak minuta për këtë. Po sigurisht. Të lutem, mbaja më këtë këshillën. Ajo që më intereson mua është kjo. Dakor, kjo pjesë u sqarua. Ta sqarova. Po. Tani mund të vazhdoj. Tani, Azem Sylla është gjallë. Po iku më sqarua kjo. Ti thua ka qenë. Unë thot dokumenti Azem Syllës, Ministri i Mbrojtjes, komandanti i përgjithshëm i UÇK-s, jo imi. Po nuk precizo, pra nuk thuhet, nuk saksohet çfarë roli ka pasur. Se jo të gjithë që kanë marrë pjesë në UÇK kanë shtirë armë kundër Serbëve. Po sigurisht ka pasur prapavi, ka pasur shërbim inteligjent, ka pasur operacionale, ka pasur shumë struktura. Për shembull, se këta flasin për një gjë, për bazën e Elçanit. Unë kam qenë te baza e Elçanit. Madje atë ditë jam vrarë, domethënë. Elçan është në kufi me Kosovën, atje ku ndahet tropoja me Kukse. Okej. Tani në bazën e Elçanit
ka pasur disa oficerë nga Shqipëria, dhe komandanti ka qenë i bazës Elçanit nga Shqipëria. Unë zë të them emrin, sepse edhe ai ishte në atë listën aty, është një burr pensionist sot. Dhe çështja është që baza Elçanit ka qenë në territorin e Shqipërisë. Pra, kur ne flasim për Shqipëria, akuzat e Serbisë, UÇK-ja, flasim për krime tjera, ta çfarë duan të tregojnë që këto gjëra janë të vërteta. Pra ne them profanët, në këto raste flasin vetëm o gjykatat ose institucionet. Profanët duhet me nder me thënë çan mos han mut dhe të mbyllin gojën. Gjithë ata që s'kuptojnë asgjë. Sepse protestat do kalojnë. Për te kësaj tani, protestat do kalojnë. Një gatëtar normal, po. Mirë është që ta themi në fund që në fakt edhe këto që thoshin serbët nuk pas kanë qenë gënjeshtra apo jo. Se të gjithë e dinë që Shqipëria ka ndihmuar në luftën e UÇK-save. Gjithë kemi thënë këtë gjë. Tjetër gjë është të ndihmosh dhe tjetër gjë është që ti të nxjerrësh dokumentet, thosh që pas ka pas mercenarë që vinin nga forcat e armatosura të Shqipërisë. Çana shumë e rëndë kjo gjë. Është përfshirë drejt për drejt edhe. A pra ti thua që thuaje po pa detaje. Në atë listën aty çan përveç një dy që kanë vdekur, njëri është dëshmori Tahir Sinani që ka luftuar në 3 luftra dhe i ka qenë te forcat e policisë shqiptare para se shkonte aty. Në atë listën aty ka akoma ja 2-3 njerëz janë në forcat e armatosura shqiptare. Janë akoma? Dhe njohën, dhe ca tjerë janë pensionistë. Pse bëri burg, se s'kemi dhe kohë, pse bëri burg këtë tanë Goxha një moment e fuzën brenda e nxorr me një herë? 2 herë, jo, kanë futur 2 herë tanë. Një herë në fund vitit 2000, fund vitit 2000 dhe kanë akuzuar për terrorizëm. Pse? Akuzuar për terrorizëm e mbajtur me shumë bujë atë, tim ke çu mua dhe Tan Hoxhën te policia e Tiranës atëherë që kemi marrë. Bëhet fjalë në atë kohë kemi qenë Si mba mend gjëra që kanë bërë me detaje. Ti s'ke kujtes, po unë me detaje dhe se kam çuar unë këtë që the ditë, ka çuar ditela, u smerresh afara me kronikë. Jo. Ti ke qenë atë ditë siç i bënim mbledhjet dhe the, "Ok, ti kulla njeh Kosovën, ti tani njeh policinë, shkoni bashkë." Tani është gjallë dëshmëtani, nuk është. Se më mend fare për çfarë nëse. Edhe pas një viti, se bërë një vit burg, u dënua se kishte braktisur ushtrinë shqiptare nga forcat e armatosura të ushtrisë, kishte ik pale në UÇK dhe me këtë u dënu. Dhe pasaj ikun Sa u dënua? U dënua me kohën e paraburgimit që kishte bërë. Po sa kohë? Një vit, rreth një vit ka bërë burg. Çfarë futi më plak? E kanë futi vit brenda? Po. Por çfarë veprimtari kishte bërë ky? E akuzuan për terrorizëm çan. E akuzuan për terrorizëm të rrezikshëm me Al-Qaedën e tjerë. Po, në fund e dënuan për këtë gjë. Iku u kthy në Kosovë me familjen e tjerë. Në 2005 kthehet pastaj ndihmuan ata i futën ashtu. Për terrorizëm me Al-Qaedën. Po më në atë kohë. Po pse ti thua kishte gjë brenda apo ja kanë sajuar? Po çmë ishte komplet e sajuar, pastaj dënoi gjykata zgjedhja ashtu e dënuan, pastaj e mbajtën burg, e mbajtën çfarë do bëjmë, dënuan për braktisje të ushtrisë, për dezertim. Jo për të Al-Qaedës. Jo, më për dezertim është dënuar një vit. Po u akuzua për terrorizëm? Po u akuzua për terrorizëm dhe dënuar për dezertim se s'kishin asgjë ç'është. Madje ky Dilaveri Jadi atëherë ishte me nerva, shkova takova pive unë kafe, ç'as ka thënë domethënë. Ju jeni grekër, ju jeni qitur kështu. Po s'kish faj shkret, po kishte djalin burgu për të ç'a, kishte qenë luftë, kishte qenë zëvendësim i shtabit. Po pse u thoshte ju? Pse ta thoshte ty? Po shkova unë se mua m'njifte, këtë duhet thoshte. Se unë shkova pi kafe, kur jenë ditë zezë, kush të vjen të të takoj, kupton? Edhe kemi qenë diku aty te rruga Bardyl afër shtëpisë vet. Nëse më ikë. Kthehet këtu në 2000. Pra ka bërë 2 herë burg thoti. Po, para burgim një vit, the ti? Po. Dhe po herë e parë? Kjo është herë e parë. Herë e parë, herë e dytë? Pas 20 e sa vjetësh, herë e dytë është kur arrestuan para 3 vjetësh për ta ekstraduar në Hag. Pra blivi me UÇK-n. Si dëshmitar, po pse ç'a bëri tani? Tani bëri një gjë, u dënuin shoku Tanit, Sali Mustafa, një nga ata komandantët e Prishtinës, që kishte qenë edhe i organizuar në LKÇK-n, Lëvizjen Kombëtare për Çlirin e Kosovës, edhe UÇK ka pas shumë kështu grupime dhe fryma brenda llojit, dhe u dënuan 26 vjet. Dhe kishin dalë dhe lista e dëshmitarëve të cilët ishin të mbrojtur. Një pjesë të atyre unë i njifja, siç i njifte edhe Tani, edhe një dy që ishin. Tani ç'bëri Dritan Goxha në atë moment? Tani doli në media dhe i nxorri emrat. Është filani, dhe unë i thash kam me të fut brenda, thash s'ma ndjen tha, le të fusim brenda se e kishte edhe mik të shkëti, i dilte babai e tij kur ishte në burg. Ai nga 26 vjet u dënu pastaj 16 vjet. Atje është Hagi shkëti. Është akoma. Po, Sali Mustafa, u dënu për vrasje. Dhe e futën Dritan Goxha vetëm se nxori emrat. Dhe shkon, erdhën ata, erdhën nga Kosova, erdhën aty, e arrestuan shtëpi bashkë me policinë shqiptare me forca speciale, e arrestuan shtëpi dhe futën në burg. Dhe sa me fëmijë të vogël shtëpi. Ja, mbajtën 6 muaj, më duket.
shkalla e parë e la brenda për ekstradim dhe e kanë nxjerrë apeli pas shumë gjykimesh, ka pas avokat Adrian Vishën, ai mund të ta shpjegoj me detaje, Visha se kanë ndjekur atë dosje, dhe doli nga burgu. Ndërkohë tani, kur iku nga Beleri, filloi punë, mori Flamur Çela, ish drejtori i aviacionit civil që më vonë u bë deputet. E mori tek aviacioni civil dhe 50 punëtorë që ishin të aviacionit civil, vetëm ky ishte pilot, e kupton? Qartë. Edhe u përplas me ata për diçka, jo ta firmos këtë, jo s'ta firmos, ishte punë procedurash, më duket për një. Kush ai thoshte në studi që ka bërë dhe akuza që ku se çfarë se ka akuzonte atje? U përplas pra thoshte këta duan të bëjnë korrupsione etj, po ky është natyra e tij, domethënë se ai është njëri që aty si bën përshtypje leku, kjo është në thelb ajo gjë. Edhe pastaj bëra një ndërhyrje unë ashtu, edhe kthym prap me sherrë shamatu kthy, pastaj kur iku LSI-ja nga qeveria, ngeli. Po kush e futi këtë në që? Flamur Çela më, ish drejtori. Po ky është me LSI-n. Flamuri po ka qenë me LSI-n, po duke qenë që Flamuri vinte nga komuniteti ushtarak, edhe Flamuri është lab, kupton gjithë këto gjëra. Me ato idenë që vjen nga familje ushtarakësh, kanë qenë UÇK, e mori dhe pilot i mirë, po realisht nga ata njerëzit që ishte vetëm ky ishte pilot, kupton? Qartë. Edhe ka pas punu ky Daniel Drenika, gazetari atëherë si zëdhënës aty, edhe ishte shok me Dritani, e mori dhe ai dhe e o gjende nga puna nese, pastaj kur ngeli vetëm Ministria ngeli vetëm PS-s, dhe ngeli pa punë. Pastaj filloi të merre jo me përkthime, doli media, dilte media, Me çfarë merre me? Me përkthime, se tani flet 4 gjuhë të huaja. Gruaja vet punon, është pedagoge në universitet. Po ky është servitur në Turqi dhe në Greqi, më thanë, më thanë. Ky është servitur në Turqi, në Greqi, Shqipëri. Po është si pilot. Po, është studion shumë, është natyrë studios. Dhe ç'është raport ka me armët? Është jashtëzakonshëm. Është pa parë, thanë, Po, është jashtëzakonshëm. Çu thon pra? Po, është jashtëzakonshëm. Po pse je mend këtu nëpër ekrane më valla? Ky do të ishte në vend tjetër më valla, në një vend shumë të nderuar se kaq. Po pikërisht pra. Pse lart e poshtë edhe se e kanë persekutuar gjithmonë dhe se kanë futur, edhe në momentin që ky ka dashur të futen në sistem, e kanë nxjerrë jashtë. Sepse ka këtë tip të karakter. Dhe erdhi një moment që ashtu si asket është, me pak jeton, nuk është se ka... Po cila është ideologjia e tij? Është nacionalist, është patriot i vërtet? Shiko, që është nacionalist dhe që babë birë janë nacionalist, janë, po me sa i njohun edhe jati, do me thënë, shohë qëndërinë e jatit, janë enveriste, pra janë të majtë këta njerëz. Qartë. Po janë të majtë të keqkuptuar, se kur ka qenë PS-ja, i kanë qytë të djathë. LSI-ja i qunte me PS-n, PD-ja i qunte me... Se janë njerëz, janë kokat në vete, kupton? Po kanë pas gjithmonë një qëndërinë vete dhe unë i them gjithmonë, ky është problemi i lebrëve, kanë kokë drutë. Unë njoh lebrit në themel dhe me lebrit e ke o dashuri e urrejtje, nuk ke kështu marrëdhënie. Mos ndoshta më kolla ky do të jetë kryeministri i Shqipërisë, me që është kaq njerëz që s'ka lidhje me lekun e me këto. Kryeministrin e zgjedh populli, e zgjedh. Po populli mund ta zgjedhë. Unë mendoj që a është i ndershëm, a thotë ishte i ndershëm, në raport me lekun nuk ka lidhje, nuk bëhet ditë me lekun. Është, po që ti je kryeminist, nuk është i korruptuar do të. Duhet të kesh edhe shumë cilësi të tjera, kupton? Po kjo është gjë tjetër. Dhe tani gjë tjetër tani, unë në emision do ta bëj këtë pyetje se po më intereson. Ti do ma bësh, po unë për shembull, që e kam shok, nuk do ta votoja për kryeministin, sepse unë mendoj që kryeministri duhet të ketë ca cilësi të tjera. Po ky është muhabet tjetër. Ky është për Shqipërinë e madhe më kolla, tani si ka mundësi që s'do votojë aty? Ky është për të marrë gjithë trojet e Shqipërisë kudo që janë jashtë territoreve. Tani është modestisht më i moderuar se çdo kusht tjetër dhe është kundër kësaj që thotë, pikërisht sepse e ka provuar këtë gjë dhe e kupton, është më i zgjuar. Është kundër thua ti? Është njëri që unë mendoj që do donte vetëm një shtet funksional, një shtet më të mirë. Pra nuk ka, pra se thua platforma e tij ideologjike dhe politike valla. Jo. Po më kujtova se kishte këtë, prandaj thash të bëhet kryeminist, po s'ka këtu nuk ka asnjë verë pastaj. Po jo më, ai është një kujtova se ai ishte për një Shqipëri ekspansioniste. Ai është inteligjente kufit e vet. Ai është një njeri nga veriu lart deri ju poshtë. Ai është një njeri normal, i keqkuptuar dhe i persekutuar gjithë jetën e vet. Po këto qëndrimet për këto, dakor, sepse ai lirë është këtë qëndrime për luftën në Irak, për këto e kam dëgjuar kështu dhe ka pasinime të forta dhe që kanë provokuar debat ato. Tani dhe shoh që po akuzojnë për këtë që gjasë ka qenë pro-Irani, kundër Amerikanët, kundër Izraelit. Edhe mua mund të më akuzojnë, kupton? Edhe unë shumë i kujdesshëm. Po sigurisht. Ai ka natyrën e vet, unë kam natyrën. Ti e thoshin në shkrim ishte e bukur, unë jam oportunist. Ai ka natyrën e vet, unë kam natyrën time. Do me thënë, unë kam thënë, se shiko, se ti di që unë kam shku në Izrael gjatë luftës. Unë kam thënë, shiko, edhe në Izrael, opozita në Izrael, po opozita në Izrael janë ish kryeministra, ish ministra. E di. E ka thënë për shembull Yossi Cohen, drejtori i Mafatijat i Mossadit, ka thënë hym në këtë luftë pa përgatitur dhe po gjen belan. Dhe kjo është arsyeja pse Netanyahu rrezikon të humbasë zgjedhjet tani në 15 shtator. Qartë.
to janë çështje opinionesh politike, se cili ka opinionet e veta. Dikush i ka më ekstreme, dikush i ka më pak ekstreme, tjerë. Po nuk Secili ka historinë e nuk vet. duhet dënuar njeriu për opinionet, thotë. Të dënosh njeriu për opinionin 2026 është absurd. Kemi hyrë në një epokë tjetër, mërkulla, se ti mendon se jemi në një epokë ku nuk të ashtu njeri. Tani të shohim me lup, morlla. Tani të shohim me lup çfarë thua të nxjerrë nga konteksti dhe këtij të shkretit, ja kanë nxjerrë nga konteksti. Po e di se Unë e pash. E di se e njoh. Kush është problemi? Që Dritani është njëri që ulet dhe studion, shef për shembull, sa forcat armatosore ka njëri, sa trupa, sa ushqim, sa prapavi, Me open data, sa open data. Po sigurisht. Se nuk i ka kështu, nuk Po ka prapa prime me open data, sa raketa, sa aviona, sa ashtu, dhe bën llogarinë. Edhe unë këtë kam thënë në fillim të luftës që shikon, nëse nuk ndërhyn vetë Amerika, e kemi diskutuar edhe bashk, nëse nuk ndërhyn vetë Amerika me trupa, lufta në Ukrainë është me 0 shanse që Ukraina të marrë territorit që ka humbur. E kemi diskutuar, apo? Qartë. Edhe mua më ka thënë pro-ruset, po kush unë nuk merrem me atë punë, sepse s'rrit merrem, se s'rrit shpjegoj njerëzit unë, nuk mund bin dot budallën. Po flas edhe një herë, ti mendon se unë e kam kur reagojnë njerëzit e njerëzit e panjohur në sociale në diaret sociale, më jo, unë e kam kur të godasin, kur të godet lart pra pushteti. Ky pra është problemi, sepse pushteti sot Jo njerëzit çfarë shkruajnë lart e poshtave. Pushteti sot po godet dhe ka një strategji në goditje dhe nuk është pamend, se duhet me thënë realitetin. Pra pushteti një moment caktuar kuptoi që ky populli i TikTokut që kishte dalë në rrugë, po bënte namin me atë që me drejt kryeministri tha, mua tha po më mund tha ajo çai thon algoritmi. Dhe duhet ketë një strategji si ka studiuar e tjerë dhe e kuptoj që algoritmi do dhe ca fjalë tjera që të krijojë kundër efektin. Sigurisht. Në fakt, për mendimin tim e ka gabim, sepse problemet ekzistojnë komplet diku tjetër dhe janë poshtë në bazë dhe duhet me ullët me folë me njerëzit bashkë. Dhe më pëlqeu kryeministri kur i tha atyre kryetarëve të bashkive të vetë, i tha, por e tha, ju jeni zgjedhur për të nejtë kryetar bashkie në qytetet tuaja, jo për të banuar në Tiranë. Pra, ky ishte një efekt, sepse sot për shembull kishte ca vendime qeverie shumë interesante, që janë refleks i protestës. Iku Ledio. Po çosh dhe Sali Berishën në qëndrimet e veta, ka ndryshuar shumë qëndrime që janë refleksi protestës. Çka ka ndodhur në fakt? Çka ka ndodhur? Do ta mbyllim të bëjmë të protesta. Po, jo. Ikëm nga tankë Hoxha, po se s'kam kohën. Sekondën të fundit do të thënë. Çka ka ndodhur në fakt? Protesta ka goditur shumë fort politikisht qeverinë dhe Partinë Socialiste. Ja, më të futemi te temë protestës. U futëm dhe ka zgjesuar kë. Do ndroj atë unë poshtë. Po ndroj. Dhe ka zgjesuar. Ndroj Ledio titullin direkt, kalojmë tek e dyta, pa zhurmë. I jepi tek e dyta. Ose me muzikë, s'ka rëndësi. S'është çështje kohe, prandaj falë se s'dua ndërpres. Plasë Ledio. Fabulën e dytë. Pastaj më një herë pas 3 minutash do bëjmë një kështu. Do bëjmë një xhiro.